Si ne martuar? Jo. Keni qenë ndonjëherë me dikon? Jo më konë, po atëre i kom Bosmit edhe Moska. A i ka pat për veti i shtres. Për veti i shtres, edhe jemi nda. Dyve, për ato konë i fështirë, për mu jo. Për ty, pse për ty s'ka qenë vështirë? Se e kom pa që nuk konë rrugë të mire të jetë. Po rrugë të keqë, kapi. Kapi? Po, kapi. Parët shkojshin në raki. Kanë vëllë që dhe pasurin parët e tua, ndoshta i ka arqë? Normal. Nuk dojnë as fëmija kontakt me to me pat. Munot, po fëmija nuk dojnë. Ne bon të forta, se femna është shumë e fort, si figur duket e dop, pak veç është e fort femna. Mirë. Si të kem, me shëndet? Kretë regull. Disponimin si ma ke, mirë? Shumë bukur. Po duke është pak të bukur. Faleminderit. Pre nga puna vjen? Gjermania. Prej Gjermanisë? Po. Të sa kohë Gjermani jeton? 48 vjet, 50 vjet gati. As ke lind atje, apo? Jo, s'kom lind atje, jom shku e vogël edhe jom rrit atje. Si ke kjo jetë atje, to është gjatë në Gjermani? Po tash unë e njove Gjermanien, për këtu më do këtë diçka... Nuk kujtohet shumë fëmiria jote këtu? Jo, shumë, veç shumë më pëlqen. Pëlqen? Po. A i keni dikon këtu prej familje? Ja, kërkon si kom. Gjithë e ke atje? Krejt, babën, nonën, baba më ka vdek, vllaznit i kom, edhe fëmit. I keni këtu? Atje. Atje keni? Atje krejt. Po bashkëtortin e ke shqiptar? Jo, s'kom. Si ne martuar? Jo. Keni qenë ndonjëherë me dikon? Jo më konë, po atëre i kom Bosmit edhe Moska. Jeni e divorcuar? Po. Po si e vetë mja grua? Ka pas shumë gra që e kanë divorcuar, nuk e ka ecë mirë. Jeta vazhdon. Po pra, Jeta sa vite vazhdon. bashkë keni qenë me to? 7 vjet. 7 vite. 7 vite si ishin për juve? A ishin të mira? Ke pas dhunë prej ti? Jo, a i ka pat për veti i shtres. Për veti i shtres, edhe jemi nda. Po ty të ka bo presion? Jo, mu jo. E morët vendimin mundajt? Pa tjetër. Ish bashkër që apo? Po, pa tjetër, se u shku në rrugë të keqe. Okej. Ke vendimin vështirë më falë? Jo më kone re normal e fështirë. Do thonë ke vendimin vështirë me marë? Ke vendimin vështirë me marë për mundajt, apo? Apo me dëshirën dyve? Me dëshirën të dyve. Të dyve, për ato koni fështirë, për mu jo. Për ty, pse për ty s'ka qenë vështirë? Se e kom pa që nuk kanë rrugë të mire të jetë. Çka s'ken rregull me to? E ki pa në rrugë e qia? Ndonjë tradhti, ndonjë gjë? Jo, trallti jo, po rrugë të keqe, kapi. Kapi? Po. E ke pa vetë? Vete e kom pa. E kjo t'ka pengu ty? E më ka pengu. Ka ndonjëri ndehur ish bashkëshortë juaj? Jo, mu kur gjë se më ka bo personalisht, po ja ka bo vetit. Parët shkojshin në raki. Kanë vëllë që dhe pasurin parët e tua, ndoshta i ka arqë? Normal. Po aty është diçka e ndihshme. Normal. Do më thonë që ati momenti ti nuk i vazhdu askënd me... Askon jo, punën teme e kom, veç për para kom hecë, me fëmijët e mi. Keni fëmi? Po. Jetojnë me juve fëmija? Jo, jonë rrita shkëmije, jonë da kretë. Sa fëmi keni me ish Unë jë bashkëshorte? me moqme. Po duke shere, mo. Sa fëmi keni? 4. 4. Ti e keni me e gjatë. Ju vizitojnë fëmija? Ju vizitojnë? Po, atje i kom fëmijët nga gatë, në Gjermani, po. I keni lidhet e mira? Shumë mirë. Që me fëmija për thidhin. Sa mirë. Po, ish bashkëshorte u kujdes, pas që nda, kanë të... Nuk dojnë as fëmija kontakt me to me pat. Munot, po fëmija nuk dojnë. E bojnë blok. Nuk e kanë takuar? Nuk e dojnë. Po, a ka ndihmuar pasi që ndajtet për ty? Ja, hiq. Sa ki pasur vështirë, vetë grua, vetë? Me nimu kur i ka që parët e pia. Ka humbur diçka? Po. Po ti sa ki pasur vështirë me rritë gjithë këta fëmijë? Valla, u konë vështirë, po kretë në regëll ka kalu. Kretë është e kalushme. Qa kështë thonë gjithë grave që ka një situatë si ti? Me të bunë të forta, se femna është shumë e fort, si figur duket e dop, pak veç është e fort femna. Duhet me pat zemrën e në vend të mire. Nuk përdi edhe mirë me folë.
Jo, shumë mirë ti folur. Faleminderit. Po, pas gjitha këtyre vuajtjeve, këtyre problemeve që kanë ndodhur në jetën tënde, çka mësove nga jeta? Mësova që ka njerëzi shumë falq. A thuhet falq? Falq, ka njerëzi që e lypin e ndimen, ata që e lypin e ndimen, ma nuk shifen. E ata që nuk kanë ndime, kush jam unë, s'jam kërkushi, apo kupton? Janë diçka veçantë. Duhet veç për para me këqyrë, mes me ndigju shka thot ajo, veç për para. Kesh vetja, pa grua fort, po që tash je e përmbushur, ke fëmijët, të bëjnë të lumtur Po, kam edhe nipat. Je bërë dhe gjyshe vjetë, Po. sa mirë mrekulli. 55 vjet i kam. Se nuk kemi drejt, po ti dërgove vetë. Po, s'kam problem me vjetë mia. Po që dukesh si 40 vite mi pas. Faleminderit shumë. Edhe pse ke merituar shumë vujtje. Faleminderit. Unë po të përshëndes, të uroj më të mirat në jetën ty.